Me 14 mars të vitit 44 para Krishtit, në Senatin e Romës vritet barbarisht Jul Cezari nga një grup konspiracionistësh të udhëhequr nga shoku i tij i ngushtë, miku i tij i ngushtë, Marcus Bruti. Ai mori 23 thika në trupin e tij. Ndoshta nuk do të kishte vdekur nga këto 23 plagë. Por kur ai zbuloi që plaga e cila po i shkaktonte vdekjen atij ishte ajo thikë që ishte ngulur mbas shpine dhe i kishte dalë para në krahror, ishte thika e mikut të tij më të ngushtë, Marcus Bruti. E gjithë kjo për shkak të xhelozisë, dëshirës për pushtet. E njëjta histori në vitin 33 pas Krishtit. Jud Iskarioti, ai i cili qëndronte në tavolinë hante bashkë me Jezusin, e dorëzoi tek xhelatët të cilët e quan atë në kryq. Miku im i çmuar, ajo që unë dua të inkurajoj nëpërmjet kësaj video është: ki kujdes me njerëzit të cilët ti i quan miqtë tu të ngushtë, sepse pyetja është shumë e thjeshtë. A je ti për ata mik i ngushtë? Jul Cezari e quante Marcus Brutin shokun e tij të ngushtë, por ai qëndronte afër tij për shkaqe që kishin brenda etjen për pushtet. Ndaj miku im i çmuar, ajo për cilën unë do të kisha dëshirë ti lutesh e Perëndis është që ti kërkosh Zotit urtësinë, që miku yt më i ngushtë në jetë të jetë Jezus Krishti, i cili në fakt mori ndëshkimin që ti dhe unë ti shpëtojmë ndëshkimit. E nëse ne e kemi Zotin dhe shpëtimtarin në jetës tonë, unë të premtoj, ai do të na zgjidhë miqt, sepse miqtë e atij do jenë edhe miqtë tanë. Unë jam pastor Paulin Vilajeti, të bekoj në emrin e Jezus Krishtit duke thënë paqe, bekimi, mburoja, begatia, dashuria pa kushte e favori i Perëndis qoftë mbi ty. Nëse ke dëshirë mund të bësh follow të profilit tim e deri në videon tjetër, mund të them mirupafshim.